reforma zgjedhore do të vazhdoj të shtyrë në kalendat greke dhe ndryshime në kodin zgjedhor do të datojnë vetëm 4, 5, 6 muaj apo 7 muaj apo dhe një vit përpara zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme, pasi atyre ku referohen se ndoshta për zgjedhjet për organet e qeverisë vendore ndoshta nuk ka dhaj shumë për të reformuar. Mendoj që do të jemi në të njëjtën situatë. Dikush do t'i fitojë zgjedhjet, ai që do t'i humbasi do t'i kontestojë, do të thotë që i humbëm për këtë ose për këtë arsye. Mendoj që akoma nuk është koha që partitë politike të përjashtojnë tërësisht nga administrimi i procesit zgjedhor, por roli i tyre nuk duhet të jetë parsor, nuk duhet të jetë kryesor. Ka formula plot hibride të cilat gëzojnë çfarë do të bëjmë me votimin elektronik. Do ta zgjerojmë apo jo? Është një vendim që do duhet të merret tani. Mendoj që ka ardhur koha që kolegji zgjedhor nuk ka më pse të jetë instanca gjyqësore e cila shqyrton ankimet zgjedhore. Mund të jetë gjykata administrative e apelit ose gjykata e zakonshme civile e apelit, a gjykata e lartë, por kolegji zgjedhor mendoj që e ka mbyllur misionin e vet ashtu sikur se është organizuar dhe funksionon.